Masakra e Egjiptit që ndodhi domethënë gjë, ka qenë e pritur, e paralajmëruar ka qenë para shumë kohë se ata në paaftësi për të gjetë gjuhë të komunikimit edhe të zgjidhjes problemeve me dialog, që është domethënë interes i këtë botës, edhe gjithë bota domethënë thret në dialog dhe zgjidhjet problemeve me dialog dhe mirëkuptim, fatkeqësisht këtone ata në paaftësi për ta zgjidhur këtë problem domethënë në mënyrë legjitime, sepse ata vetë veprimi i grushtetit ushtarak ishte jo legjitim, atëherë vendosën që të marrin këtë iniciativë, domethënë që me dhunë edhe me ushtri të largojnë protestuesit nga vendi sheshi Rabiatul Adawiyah në Kairo. Dhe fatkeqësisht domethënë ata kanë përdor armatimin, kanë sulmuar me armatim domethënë. Çështja e masakrës që ndodhin në Egjipt është një çështje që është prit domosdoshmë ditët e fundit se ka pas një paralajmërim prej pushtetit dhunshëm aktual aty se do të marrin masa për ta shpërbërë domosdoshmë protestën në sheshin Rabiatul Adawiyah. Dhe fatkeqësisht ata përdoren mënyrën ma pa normale, ma pa humane për ta shpërthyr, domethënë për ta shpërbërë faktikisht atë grumull të madh protestues në sheshin Adawiyah dhe dolin shesh fytyra e vërtet e tyre, se ata domethënë nuk kanë problem vetëm se me lëvizjen e vëllezërit musliman, por kanë problem me këtë muslimanët edhe me kërkesat e muslimanëve që janë aktuale domethënë në Egjipt. Le që ata erëzojnë domethënë kryetarin me grushtet ushtarak, e thyn domethënë rregullat që vetë i kanë venduar domethënë të lojës politike në botë edhe aty. Tani edhe morën qafë domethënë me mia njerëz, të cilët normalisht na i llogarisim si shahidat e Allahut dhul xhelal, po është puna se guximi i tyre për të vrarë ata njerëz edhe për të lënduar ose për të ofenduar dhe nënçmuar në formën se si ata e bënin, tregon domethënë nivel të ulët, shumë të ulët, shtazarak, do thotë vetdijes tyre dhe nivelin e lartë çfarë mund me bë ata. Dhe kjo ta kujton atë që ka ndodhur në Egjipt me faraonin dhe ushtrinë e tij kundër domethënë besimtarëve, njerëzve të ndershëm, Musës dhe i tharëve të vet. Po normalisht se secili që ka marrë pjesë në këtë zullum ka menduar siç ka ndodhur me faraonin, që Allahu dhul xhelal nuk e bëri që të shkatërrohet vetëm faraoni, po e shkatërroi faraonin dhe ushtrinë e tij ndeti, bashkë me bashkëpunëtorët e vet. E shpëtoi Musën dhe i thartë e tij. Kështu ka menduar edhe muslimanët në Egjipt me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Këtu delçesh edhe hipokrizia e madhe e botës perëndimore, e cila kur ishte problemi i Gezi Parkit domethënë në Taksim, u bë rëmuje madhe mediatike se ata kanë drejtë, duhet respektohen drejtat e protestuesve për shkak të përdorimit të gazit lotësies e kështu me radhë. Këtë rast ata heshtin. E para do ata nuk e emërtuan grushtin ushtarak si grushtet për shkak të domethënë kalkulimeve politike që i kanë. Edhe këtu deklaratat maksimumi i radhave është na ndjejmë keqardhje të madhe dhe e kundërshtojmë domethënë këtë që ka bërë ushtria dhe mbetet me aq domethënë përveç Danimarkës dhe Norvegjisë që i tërheqën ambasadorët e vet nga Egjipti për më tregu domethënë revoltën e tyre politike dhe diplomatike, që ndoshta nuk është mjaft, por është më e madhja që e kanë bërë këto shtete. Dhe normalisht ajo gjithashtu delçesh edhe një hipokrizi që mbretëron për shembull te një pjesë e shqiptarëve. Kur ndodhi për shembull tsunami në Japoni dhe shkatrimi i elektronës atomike, gjithë u solidarizojnë me popullin japonez dhe vendonin flamurat e Japonisë në profilet e tyre në Facebook. Tash ndodh një masakër domethënë që me të gjitha konventat ndërkombëtare është domethënë masakër, edhe është e palejueshme as dy fjalë si thënë domethënë. Edhe e heshtin dhe injorojnë si situatë. Kjo tregon gjithashtu që dikujt i pengon shumë thjesht zhvillimi ose përparimi i Islamit. Mirë po, kretë kjo nuk e pengon ecjen përpara të muslimanëve. Është e vërtetë se trupi islam është në shumë vende i plagosur, edhe janë plaga të mëdha që rrjedhin gjak vazhdimisht, ato padyshim e dobësojnë rritjen e trupit të islamit edhe ecjen e tij, mirë po ata nuk mund ta mbysin, nuk mund ta ngulfasin. Pse se kjo është premtim pe Allahu subhanahu wa taala.
yuridun an yutfiu nur Allahi bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ata dëshirojnë ta fikin dritën e Allahut me gojat e tyre, por e refuzon këtë gjë Allahu. Dhe Allahu ka për ta plotësuar dritën e tij, edhe pse këtë gjë e urrejn idhujtarët ose e urrejn jo besimtarët. Dhe ajo që mund ta themi si harigj dhe myshde në këtë vështirësi dhe këtë situatë të rëndë që mbretëron në Egjipt dhe Siri dhe vende tjera, është kur kanë pyet dikant prej selefit, i kanë thonë a do të marrim pushtet fillimisht apo do të sprovohemi. E i kanë thonë nuk mund të marrim pushtet pa u sprovuar. Që këto sprovat e mëdha që i kanë edhe i përtojnë musliman janë sprovat para do thotë marrjes së fuqisë dhe pushtetit dhe thirrjes në Islam anën ban botës me lidhi dhe fuqitë e muslimanëve në botë. Inshallah Allahu xhelal u ndihmon muslimanëve dhe u jep suksese dhe bereqete që të arrijnë domon këtë ditë. Ajo që duhet ta bëjnë muslimanë gjithë spaku na që jemi larg është të bëjmë dua për to nga thellësia e zemrës në të gjitha momentet edhe rastet. Të shkruajmë ato që është mirë ta shkruajmë domethënë si opinion pozitiv. Shkrim statuse në Facebook, komente në Facebook për të alarmuar situatën dhe për të treguar domethënë dyftërsinë jo muslimanëve lidhje me këtë çështje. Dhe e treta ose kjo mund të qenë e para që na vetë ta mësojmë fen mirë edhe të jetojmë si pasaj dhe të shojmë adhurimet tona. Se unë si besimtar i ditur dhe i devotshëm e ndihmoj umetin islam. Tute une, duke ndihmu tute une, ai ndihmohet edhe atje, ama duke une mbet në Facebook, në internet gjithë natën tu kukat, tu vajtu, atë që ndodh atje. Dhe kur të vjen vakti i sabahit, unë mos e mbujt me dalë në xhami ose me fal sabahin në kohë, atë kjo është vetëm mashtrim, dhe kjo është gjithashtu çaq e rëndë sa është e rëndë ajo atje. Edhe kjo po na ndodh shumë herë. Ose të shfrytëzimi domethënë i këtyre problemeve që ka ummeti islam për të qërim hesapesh ideologjike mes muslimanëve, që fatkeqësisht edhe ajo po ndodh her pas here në internet, Facebook konkretisht. Përkundërzi domethënë sikur se na që përkrajnë muslimanët, edhe pse kemi varritje ndaj këtyre disa çështje, edhe ata duhet domethënë mos me çel debate ansore kur na domethënë jemi të ballafaqur gjithë me një sulm të egër të vrasht pa bë dallim ata kush ka është çfarë ngjyre dhe çfarë domethënë pikpamje kanë lidhje me disa çështje të caktuara. Lutim Allahun që t'u jep sukses muslimanëve, t'i ruan nga e keqja, inshallah taala u jep sabër, ajo që është si ftesë e tymve, e hoxhallarëve domethënë edhe udhëzëve të lëvizjeve islame është që do të vazhdojmë me protesta paqësore. Nuk do të lejojmë që ky agresivitet dhe kjo dhunë që kanë ushtruar ata ndaj muslimanëve të shndrohet në dhunë të kundërt, edhe pse dhuna zakonisht dhunën e prodhon, por do të insistojmë të jemi paqësor derisa të arrijmë qëllimin tonë. Inshallah Allahu ndihmon dhe më jep sabër, se normalisht është sfidë e madhe për umetin islam, është sfidë që ajo që domethënë e kanë thonë të gjithë është që duhet me rrit paqësorën domethënë e procesit, me vazhdu domethënë me protestu kundër zullumit, dhunës edhe vrasësisë që kanë bërë ata, derisa t'u jep Allahu xhelal ditë të mira dhe të bardha muslimanëve atje, dhe besoj që nëse durojnë muslimanët dhe rezistojnë qëndruesit e tyre, Allahu ka më dhënë bereqet dhe sukses inshallah taala.